si po shkon organizimi, ke emocione. Top Channel ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë televizioni që bën bashkë shqiptarët kudo në botë me programe e tij fantastike, por edhe mundësitë që jep shqiptarëve që jetojnë jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Ju e keni parë Topin për vitesh nga Roma Italis. Së shpejti do të jesh në zemër të Top Channel në një skenë gjigande për të performuar. Më thuaj pak. A ke emocione? Si janë këto emocione? Po emocione normalisht kam. Shpresoj që mandaj në skenë do të arrimi kontrollu edhe me i tregu tjerëve kështu talentin tem. Okej. Edhe jam të punu shumë për me dalë sa më mirë. Dhe shpresoj të shkojnë mirë. Mezi pres me kanë atë. Se të që erdhe dita. Do të mbetesh në të njëjtin stil të performuar apo do të dalësh pak ke ndru stilin, okay, ke ndru zhanër. Njoftimin besoj për jurim profesioniste e ke parë. Po. Si do duken ato? Se ti Ilirin e ke takuar në fazën e parë të prezantimit ku ishte prezantimi jot i parë. Si do duken këta të tjerët? Kush mendon që do të jetë më i rrept me ty? Kush mendon që do të jetë më i mirë? Tash me thonë drejtë njën gjithë artistat mlaj, normalisht nuk ka që kam frikë, pa shpresoj që kanë me pas një mendim të mirë për mu, kur të performaj, dhe kështu gjithë. Wendy, më ka bërë përshtypje, jo vetëm mua, por edhe shikuesit të këtij programi, mbi emrin jot, në fakt edhe Iliri të ngacmoi në episodin e parë. Ti nuk e lidhe fare fisnore me Ilirin apo jo? Jo, është vetëm rastësi mbi emrin, por që mbi emri i përket një familje të madhe artistësh, kështu që unë uroj që edhe ti të bësh një artiste e madhe në të ardhmen.